Rusia mendoi se u tarrëzonte Volodymyr Zelenski në Ukrainës brenda pak ditësh pas pushtimit në shkurt të vitit 2022, për atë që planifikoi të ishte një luftë e shpejtë. Në vend të kësaj, komediani i shndërruar në president u bë fytyra e rezistencës së vendit të tij dhe Europës, duke sfiduar vazhdimisht shanset përballë sulmeve të pamëshirshme ruse. Tani Zelenski përballet me atë që ai e ka quajtur një nga momentet më të vështira të historisë, me Rusinë që përparon një skandal korrupsioni të brendshëm dhe me presidentin amerikan Donald Trump, që po shtyn përpara një plan paqeje që shumë njerëz në Kiev e shohin si thuajse kapitullim. Kur trupat ruse marshuan drejt Kievit në shkurt të vitit 2022, Zelenski refuzoi një ofertë evakuimi nga SBA, duke qëndruar në kryeqytet për të udhëhequr luftën. Ne nuk do t'i ulim armët, tha ai në një fjalim ikonik drejtuar ukrainasve nga jashtë kompleksit presidencial, ndërsa Moska hynte më thellë në Ukrainë. Zelenski mbajti moralin lart me video fjalime të përditshme drejtuar kombit, duke vizituar aleatët pa pushim. Ai bindi perëndimin të armatos të Ukrainën. Rezistenca e tij zemëroi Vladimir Putin, që kishte vënë bas se mund ta tejkalonte lehtësisht kundërshtarin politik. Sipas bashkëshortes së tij Olena Zelenska, pushtimi i shkurtit 2022 ishte një tronditje për burrin e saj, që mendonte se Rusia do të pushtonte maksimumin një cep lindor të Ukrainës. Zbulimi disa javë më vonë se forcat ruse kishin vrarë 10 civil në periferi të Kievit ishte një pikë these. Ecja në një rrugë të mbushur me trupa ishte një nga të paktat herë që Zelenski duke i dukshëm i tronditur. Është shumë e vështirë të flasësh, tha ai, me zë që i dridhej. Këto janë krime lufte. Para se të fitonte detyrën, Zelenski ishte zotuar të jepte fund konfliktit me separatistët, e mbështetur nga Rusia në lindje. Thjesht duhet të ndalojmë së qelluari, u kishte thënë ai gazetarëve duke folur në rusisht. Tani ai pranon hapur se urren Putin. Ai u bë shumë më i ashpër. Kjo ashpërsi madje acaroi edhe Trumpin në përplasjen e tyre famkeqe në zyrën ovale. Babai i 2 fëmijëve nga një familje me përjardhje hebraike dhe rusisht folëse, ja dedikon suksesin e hershëm industrisë ruse të shfaqjeve. Ai madje ka prezantuar në vitin 2013 emisionin e vitit të ri në televizionin shtetëror rus. Në Ukrainë, ai luajti rolin e një presidenti që imitoi më pas në garën e vërtet për postin, pasi Moska aneksoi Krimen në vitin 2014 dhe nisi të mbështeste separatistët prorus në lindje. Komediani Zelenski u drejtua kameras në një emision, duke i folur direkt Putin. Nëse doni, unë do të lutem edhe në gjunjë, por mos e ulni vendin tonë në gjunjë.